Fëmi ladrusin e gjithë, ladrusin i shishim i shisha unë në teren shpesh. Në thonë, para bombardimit NATO-s, po flas. Edhe se Gusia tha, hajde këtu. Në thonë, mu një herë në pyetje për qëndrimet e mia politike, për apo ka qenë shumë një person shumë karizmatik, edhe mirë po kur folke, vazhdimisht të ke Evropa lavire. Edhe për me ta ilustru këtë farë editimin që bëjshim në përkthim. Tash për mu ishë kështu shumë gazep me përkthy Evropa lavires edhe tash po kontekst edhe qaty për qaty unë të Old Europe edhe tash çdo 2 minuta dhe isha Old Europe edhe tash kur kry intervista më pse po thëmë Old Europe tash okej. Tash është që kjo ideja që Evropa na ka tradhtu disa herë edhe që ekziston një farë mosbesimi në politikat evropiane dhe ky në fakt ta whore Europe, the old whore. E unë e thash veç old e kështu, po ka pas për shembull dhe momente ku do gjona që mundeshim që edhe që është pak kemi pas qatë idenë e negocimit, çka duhet mu po, çka duhet mu thonë, qysh duhet me interpretu diçka, po për shembull, pse në një vend burrat spilojnë gratë me ful shumë, pse apo ka pas kështu shumë interpretim kulturor të realitetit ton, e na kemi qenë po ashtu edhe jo shumë mirë të përgatitur për çatë lloj interpretimi, po mendoj tash kur e këshyri tash ka qenë në dorën e 20 vjeçare me vendos apo dojmë me thonë Evropa lavire apo dojmë me thonë Old Europe në një farë mënyre, po ka qenë që kjo edhe që ky procesi i negocimit të asaj se çka po përkthehet, qysh po përkthehet, edhe ka pas kështu për shembull shumë herë ku jemi jemi për bindje politike, në herë po jo se jo apo ka qenë një farë edhe bare shumë e madhe që kemi pas na si 20 vjeçar, bare e madhe e reprezentimit, edhe bare e madhe e mos deformimit të asaj se çapo ndodh. Për mua kjo ka qenë shumë e rëndësishme, unë pa ta vendos çatëherë që nuk du mu bo gazetare, sepse më duke po ashtu shumë jo fer, sidomos kur kemi qenë refugjat, që ajo pjesa kur kemi qenë refugjat, edhe ku na bike me përkthy histori që cilat kanë qenë shumë tragjike, shumë trona, për mua ka qenë, më thonë, që na shkojshim, e përktheshim, edhe unë u kthesha në shtëpi. Edhe flesha në punë të nxehtë në Dardani. Për mua qenë që ndjenja shumë e madhe faj. Përkundër faktit që po jemi një që jemi të bo diçka, ka qenë një ndjenje fajt, edhe një ndjenje madhe e privilegjit, po edhe një ndjenje për shembull shumë prej artikujve, për shembull e kryshim shpejt, apo i merrshim donat kryesore, ka një herë për shembull, kjo ka qenë edhe e mira, për shembull kur kom punu ka një herë me BBC, ka një herë me televizione tjera, televizionet se pëlqejshin hiç, se televizionet ishin shumë performative. Për shembull, televizioni shumë i rëndësi me pa zjarrin, me ka pushtu, apo dhe më thoni shumë i rëndësishme pamja, me gazetar hulumtuesish, dhe më thonë, rishim pak ma gjatë në hulumtim, po prapë me gjithë atë është dyqysh tregona. Dhe në tash ishim që atë njerëz me na tregu ditën më të keqe të jetës tyne, me na tregu ngjarjen më traumatike të jetës tyne, dhe na faleminderit shumë ditën e mirë, e lejshim shumë shpesh, e lejshim kështu më kujtohet so herë për shembull do të më shku. Edhe filleshin bombardimet, filleshin sulmet, edhe na veç shkojshim. Për mua për shembull që më kujtohet gjithmonë si kështu si prej
sere më të sikletshme në punën që unë bu si përkthyse që aty jush mu duket që kjo mos me mri me shku dhe në fund, mos me mri me elaboru dhe në fund një çështje më ka dukë që është të më që aty pa ta vendosur që jo definitivisht du me qenë gazetare dhe nuk është për mu shumë më rëndësi me shumë ma gjatë, ma thellë, me pas koha ka qenë shumë e rëndësishme. S'po di, në më thonë, që kjo të qenë një të përkthys ka qenë pashtu jashtëzakonisht traumatike. Unë për shembull nuk maj në men shumë ngjarje. Ja I kom të këputuna kështu si kom shumë të reduktume. Do më ke qaj viti I parë mas luftës ka qenë shumë traumatik në përgjithësi. Edhe në vitin e parë të luftës, do më thonë, gjatë luftës, para luftës ka qenë një farë rezistence më e madhe. Mas luftës kur përfundoi lufta, dyqysh që periudha pas luftës ka qenë shumë konfuze. Ka ndodhur shumë çka, ishin gjërat shumë më komplekse. Unë kom qenë e bindur gjatë viteve 90-ta që na I kemi një farë superioriteti moral edhe që për shembull na kur nuk kishim bu diçka edhe s'kena bu. Po të njëjtën kohë për shembull kur fillu mas luftës me I përzon sërbt pi shtëpiave për m'ju marrë shtëpiat. Kujtohet një epizod, një ngjarje që më ka trondit jashtëzakonisht shumë, është një ngjarje kështu shumë herët mëngjes, unë e prisha me marrë xhefi me shku në teren, ka qenë fundi 99-s qashtu, edhe një gru sërbe plak, ku I shike hymnes tjetër, ishin qu do fëmijë herët me shku në shkollë dhe qujshin me guri, edhe për mu ka qenë qaq shqetësuse, qaq edhe gruaja u tut, edhe ndo që si ngjarje për mu ka qenë shumë të kërditshme dhe shumë shqetësuse, edhe një farë ngjarje që më pa të bo kështu me mendu nacionalizmin edhe me mendu qatë aspektin e nacionalizmit shovenist edhe qatë këtë qatë konfuzion, këtë qatë krizë, sidomos të mas luftës, kom pas nevojë me kuptu ma thellë, me shpërbok, kom pas një nevojë shumë të madhe mas luftës me marrë frymë, me ikë, me dalë prej Kosovës, ka qenë kështu një farë impulsi jashtëzakonisht I madh. Më kujtohet me profesorin Aid Vrenezin, profesorin psikologjisë këtu, po ta fol ma gjatë, edhe ai më ka thonë një këshill shumë të mirë, ka thonë tash këtë qëto kujtime, këtë qëto ngjarje, shteni në fijok edhe ktheu në fakultet edhe mandej kur I jap kuptim pak ma vonë, po atë dush ka një herë në jetë një palu do ngjarje dhe sene edhe për me mujt me I ka përsy. E më kujtohet, notë ka qenë shumë e vështirë për gjithë, sepse s'kemi pas ujë, s'kemi pas rrymë, më kujtohet edhe unë në fund 99-s, në fund 99-s, sidomos që periudha para vitit 3, ka qenë shumë e rëndë emocionalisht. Unë vendosa mu kthy në fakultet, vendosa
mi përfundu studimet dhe vendosa me apliku në master në New York, do isha me shku, kom pas kështu si fiksim, do isha me shku në Amerikë, në New York, po do isha me kry njëherë fakultetin në UPO. Dhe ka qenë ndër kështu periudat më të vështira, se kisha, është periuda kur mësën edhe kur kthehesh mësim, unë isha këtë çdo vjet për çdo ditë, ka 12 orë ditë në terren, në punë, nuk e di keq aty në viteve ai kom pas ndoshta 2-3 ditë lira, apo 2-3 ditë që s'kom punu edhe që si më konë veprime. Kur shkum këta para vitit ri, ka qenë kështu një farë, tash unë e meta me gjithë qato, me gjitha qato përvoja dhe me gjitha qato ngjarje në kry temë dhe ishte shumë vështirë mi procesu, se gjatë keq aty në viteve të renin të qysh ka qenë pini ngjarjen tjetër. Edhe nuk ka pas kështu, më kujtohet babi më theke vazhdimisht me majtë shënime, ma veke pëse s'pumon ditar, po ka qenë shumë e ranë me shkru. Dhe më thonë, shumë e ranë ka qenë për me i procesu dhe shumë e ranë ka qenë për me i për shumë qaj akti me majtë ditar dhe me majtë shënime, ish akt reflektiv dhe ish akt shumë i pa mundën për mund atë ku. Sepse unë nuk kisha qatë fuqi për mullë dhe me u marrë me këtë qato djenja, e kanë qenë, s'pëdi shumë e thonë, na kemi qenë në masakra. Shumë shpesh o dashë ashtu me ka përcy njerëz vdekun, me fotografu, me interpretu, me intervistu, me këshu kush janë, me këshu çka ka ndodhur, apo dhe ka qenë këtë, më kujtohet këtë qaj periudhë, për shembull unë nuk kom qajt asnjëherë. Shumë rrallë më kanë shku do lot, po ka qenë një farë periudhë, një farë mobilizimi, se të qysh ka qenë një farë ti se lenë vetën me tregu ndjeshmëri, se ka qenë dyqysh si ushtar, apo jena në betej, edhe ti tashti për mu ka qenë s'është e jemja me qajt edhe me kukat aty, e jemja është me rikonstruktu edhe me mbledh sa ma shumë fakte dhe dhana, me përkthy, që me mujt që ato me dal jashtë. Edhe dhe mu ka qenë kështu shumë i orientum rreth asaj, kush është personi që ka ndodhur, që është ngjarja me rikonstruktu, me raportu edhe me vazhdu tash ngjarjen tjetër. Apo edhe për mu, andaj ka qenë edhe ma e vështirë, sepse për shembull s'ka qenë përvojë e jemja, unë këta njerëz nuk i kom njoft para se me vdek, apo edhe ka qenë kështu edhe një është e çuditshme, për shembull, ku ti fillon tash me rekonstruktu dikujt tjetër apo ngjarjen që ka ndodhur në qatë masakër apo qatë ditë apo ashtu, e të njëjtën kohë ti të ndonë një raport që po i shë që ata njerëzën të vdekun. Në më thonë, plus na shumë trije dhe shumë, kështu që për mu ka qenë këtë që ajo periudhë, si nështë një raport që po fuli ka shumë detale për këtë sene, ka qenë që ajo mi shtin fjoka edhe me vazhdu tutje. Që e dimri 99-ës, thëmë ka qenë dimër, po rrymë, po uj, me një farë dhune, me një farë dhinte, me zhumë të madhe të agregatve, generatorëve në Prishtinë, me një dimër i ftoftë. Kujtohet nana jem me vllahun e vogël kanë shku te nana saj se ajo ke shtëpi, edhe më ishin mundze me dru, unë e babi e toni rishim në Dardani, edhe më kujtohet që kështu t'ja ishim me kapuqa, nuk u teshim, ishim ulate gjyshja, edhe më kujtohet kështu, të mundu më këthy në mësim të rrethu veten me plot qiri, edhe të mundu me lexu filozofi edhe sociologji, edhe në një farë mënyre, me gjetë një farë mënyre për mi të i kalu këtë që ato dhe kujtime.